Ky filmim tregon pasojat e sulmit izraelit në ndërtesën, ku këtë të martë zhvilloi mbledhja për zgjedhjen e Ajatollahut të ri të Iranit pas vrasjes së udhëheqësit shpirtëror Ali Khamenei. Fundjavën e kaluar nisjet sulmit amerikano-izraelit kundër Republikës Islamike. Pamjet dëshmojnë ndërtesën disa katëshe të dëmtuar rënd dhe në disa pjesë të rrafshuar. Izraeli konfirmoi sulmin, ndërsa Teherani tha se të pranishmit ishin evakuuar para nisjes së sulmit. Bombardimet intensive të amerikanëve dhe izraelitëve ndaj Iranit dhe Libanit vazhduan të katërtën ditë radhazi, ndërsa në kundërpërgjigje Teherani goditi Izraelin dhe vendet e rajonit aleat të Shteteve të Bashkuara. Komanda qendrore amerikane tha se gjatë operacioneve të vazhdueshme shkatruan objektet e komandës dhe kontrollit Gardës Revolucionare Islamike, kapacitetet mbrojtëse ajrore iraniane, vendet e lëshimit të raketave dhe dronëve, si dhe aeroportet ushtarake. Sipas mediave vendase, numri i viktimave në total ka arritur në të paktën 787. Teherani u përgjigj duke goditur bazat dhe ambasadat amerikane në rajon. Mediat shtetërore saudite njoftojnë se selia diplomatike amerikane në Riyadh u godit nga 2 avion që shkaktuan një zjarr të kufizuar dhe disa dëme materiale. Raportet të tjera treguan një sulm me dron në një bazë ushtarake amerikane në Irakun Verior. Garda Revolucionare pretendoi gjithashtu se kishte shenjestruar edhe një bazë amerikane në Bahrein. Edhe Qipro vu sërish në shenjestër pas mesnate. Një dron iranian goditi pistën e bazës britanike pa shkaktuar viktima apo dëme të mëdha, por frikë dhe panik për banorët e ishullit. Zyrtarët theksuan se droni ishte nisur me shumë mundësi nga grupi militant Hezbollah aleatit e Iranit. Një tjetër përshkallëzim po vijon mes Izraelit dhe fqinjit verior Libanit pas sulmeve të Hezbollahut. Izraeli nuk e përjashton një pushtim tokësor të Libanit. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar urdhra të tjerë për qytetarë amerikanë që të largohen nga të gjitha vendet e rajonit përfshirë edhe Izraelin, sa më shpejt të jetë mundur. Qeveritë nga e gjithë bota po punojnë për nxjerrjen e qytetarëve nga rajoni përmes një numri shumë të kufizuar fluturimesh për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore. Kanali i Hormuzit gjithashtu vijon të mbetet i paralizuar nën kërcënimin iranian për goditjen e çdo anije që tenton të kalojë.